presidentës. I qartë. Keni pritshmëri ndoshta për një ndryshim në presidencë? Unë mendoj që Vjosa Osmani ka mbështetje të jashtëzakonshme në Kosovë. Dhe kjo nëse do të ndodhte që të shkonin me votë qytetare, jo me zgjedhje nga parlamenti, t'jeni të sigurt që Kosova ose gjithë qytetarët e Kosovës do të mbështesnin pafundësisht Vjosa Osmanin. Në të gjithë karrierën e saj 5 vjeçare në politikën e Kosovës ka pasur edhe ka dëshmuar që kjo ka një eminencë të jashtëzakonshme edhe në arenën ndërkombëtare. Është një person që ka marrëdhënie të mira edhe me Bashkimin Evropian, është një individ i cili ka marrëdhënie shumë të mira edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, në të gjitha aspektet, edhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, Vjosa Osmani e përfaqëson Kosovën më së miri. Ngriti një figurë shumë qartë. Absolutisht po, sepse në të kaluarën ne kishim persona të cilit ishin shumë inferior përballë ndërkombëtarëve. Që ta nisim edhe nga ish presidenti Hashim Thaçi, çfarë thoshin ndërkombëtarët, ai ishte në gjendje që ta pranonte. Pra, edhe nëse do thoshin që përgjysmod Kosova vetëm pse kanë thonë ndërkombëtarët ose vetëm pse ka thonë Richard Grenell, ajo gjë do të miratojë nga Hashim Thaçi sepse inferioriteti i këtyre individëve, të cilët nuk arrinin dot të artikulonin ato çfarë i duhej Kosovës, ishte pjesë që ndikonte drejt për drejt tek ndërkombëtarët. Artikulimi i tyre ishte i pa formuar, mund të themi që ishte neonatal. Dhe ne në një klauzol të tillë mund të arrish shumë të qartë sepse edhe në ato deklarata brenda vendit, brenda shtetit Kosovës, brenda intervistave me gazetar brenda shtetit Kosovës, tregojnë qartë papjekurinë e një ish presidenti që kishim më herët përballë një presidenteje që kemi aktualisht. Për ironinë të fatit, po mendoja tani kemi të bëjmë me një shtet me një pavarësi të vonuar, me një parlament që me sa duket ja del më së miri në krahasim me mënyrën se si organizohet parlamenti në vendin tonë, një presidente e cila ka një fuqi të jashtëzakonshme tek popullata, le të themi dhe një dashuri të paparë që i fal popullin, ndryshe nga Bajram Begaj që kemi ne. Nuk është presidenti i Kosovës nuk është noteri i qeverisë. Në Shqipëri është thjesht një noter që vulos dhe firmos shkresat e kryeministrit. Në Kosovë nuk është e njëjta gjë. Ka pasur divergjenca pafund mes presidentës dhe kryeministrit, edhe në të kaluarën. Pra, gjatë gjithë kohës ka pasur përplasje, mund të themi, edhe për marrëveshje brenda Kosovës, edhe për veprime të qeverisë në përballë institucioneve ndërkombëtare. Dhe kjo gjë, domethënë, tregon qartë që kjo presidente nuk është thjesht një notere e urës tabakëve, por është një presidente që ka gjithë dinjitetin e saj të vendosur me votën e qytetarëve. Për kaq kemi nevojë për një presidente si Vjosa Osmani dhe zgjedhje të tjera të ndershme. Një president si Vjosa Osmani do dëshiron ta kishin edhe vendet e tjera. Sepse po të shikosh, domethënë, edhe në takim